Pa, nuk ka në zgjidhje për shkollë që të bëhet në mësim privat adekuat vetëm për këta, nuk e parashe ligja të puna? E kam kërku këte në Ministrinë Arsimore në Shqipëri, në Tiranë, pikërisht, i kam kërku që të vi një mësues ndihmës në shtëpi, ne si prindër i ofrojmë kushtet pjesës mësuesit kujdestar për 1 orë ose 2 orë për arsimin që dhe japi për të mësua ABC-n resi që të di të lexoj, të shkruaj për veten e tij, se ne nuk e dim se sa zjat ajo sëmundje. E pikërisht unë bëj thirrje dhe jap një mesazh nga emisioni juaj i nderuar Valo Maloku, të falenderoj për mbështetjen që na ke dhënë gjithmonë dhe je gjithmonë, na ke hap dyer dhe të falenderoj përzemërsisht. Dhe nga Vala Mala këtu nga Prishtina i them Tiranës zyrtare e sidomos institucioneve përkatëse siç është Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit, nuk është vetëm i vetmi, por mund të jenë edhe shumë fëmijë të tjerë të cilët mund gjenden në këtë situatë, por për shkak të pamundësive ato munden të gjejnë. A ka bazë ligjore që duhet më përkujdes për këtë punë që fëmijët të cilët për çfarëdo arsye nuk mundin me shku në shkollë me